Këtë javë ka nisur edhe një tur dëgjesash publike i ministrit të rritë bujqësisë me fermerët në të gjithë vendit, që ka si qëllim hartimin e skemës kombëtare të 2026. Pra, kanalizimin e të gjithë buxhetit dhe të gjitha burimeve të financimit të bujqësisë, duke hartëzuar të gjithë hapat së bashku me fermerët. Dhe duke hapur rrugën e forcimit të gjitha urave që ne kemi ngritur me komunitetin sipërmarrës të fshatit, edhe me ata që punojnë si bujq në tokën e tyre, përmes dëgjimit të çdo shqetësimi dhe pastaj sintezës mbi idetë. Është vit shumë i rëndësishëm në aspektin buxhetor dhe në aspektin financiar, sepse potenciali për të disbursuar jo thjesht fondet e buxhetit fillestar, por një volum shumë më të madh financimi është aty, sepse nuk është vetëm buxheti i shtetit, është linja e kredisë e garantuar nga Banka e Shqipërisë, është nga ana tjetër AZBR-ja, është agrokrediti, është edhe një tjetër injekcion financimi që ne do të bëjmë, por përgatitja për të cilin fillon tani përmes Bankës së Re të Zhvillimit, kështu që na duhet me patjetër që të adresojmë nevojat dhe t'i kanalizojmë këto financime aty ku ka më shumë efikasitet dhe aty ku do të prodhojmë më shumë vlerë të shtuar.